Unë mendoj që është disi e komplikuar kjo situatë. Ne jemi shprehur hapur tashmë pro Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe veprimeve të tyre të ndërmarra. Për sa kohë ju bashkuam Borçë të Paqes, e në vazhdimsi e kemi shprehur se gatishmëri do t'ishte mendoj nga kjo vendimi i duhur, po mbase koha në të cilën u zgjodh, mbase kjo le vend për të diskutuar. Sepse drejt për këtë drejtin ne nuk kemi mundësi për të vepruar, as për të ndikuar, as për të mbështetur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thjesht as aspekti diplomatik dhe i deklaratave që mund të bëhen. Mbase do duhesh një kohë e dytë me maturi për të bërë e për të mbajtur një qendrim që ne na takon në akahije, e për të thithur brenda saj në përfundim në votim edhe deklaratën finale për të përthitur e për të bërë pjesë të saj edhe opozitën shqiptare. Pasi shqiptarët janë një dhe nuk janë dy, nuk mund të bëhen dy. Kështu që në këtë lloj qëndrimesh, për fatin tonë jo të mirë, tregojnë egon personale duke harruar përfaqësimin e kombit.